Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot në 24 janar, ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, e cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 24 janari është dita 24 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 1927, regjizori Alfred Hitchcock paraqiti filmin e tij të parë The Pleasure Garden në Angli. 1972, komandanti japonez Shoichi Yokoi u gjeti fshehur në xhungull në Guam, ku fshihej që nga LDB-ja. 1984, kompjuteri i parë Apple Macintosh paraqitet në shitje. 1989, Shteti Federal Florida e ekzekutoi vrasjen më të përfolur amerikan Ted Bundy në karrikën elektrike. 1993, gazetari dhe shkrimtari turk Ugur Mumçu u vra me autobomb në Ankara, Turqi. 1996, kryeministri polak Josef Oleksiy akuzohet për spionim për Moskën. 2003, filloi veprimtarinë Departamenti i Sigurimit të Adheut të SBA-s. 1999, Ismail Qemali vdiq në hotelin Brufani të Perugias, ku ndodhej i ftuar nga qeveria italiane, me qëllim për të arritur një marrëveshje me gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe delegatët e Amerikës për të marrë pjesë në konferencën e paqes, që do të zhvillohej në Paris. Lindje. 1947, Warren Zevon, muzikant amerikan. 1949, lindi John Belushi, aktor dhe këngëtar shqiptar nga SBA. 1958, lindi Jools Holland, muzikant anglez. 1967, lindi John Myung, basist amerikan. 1968, lindi Michael Kiske, muzikant gjerman. 1972, lindi Miyoshi Mizuta, kompozitor japonez. 1984, lindi Witold Kieltyka, baterist polak. Vdekje. 1822, vdiq Ali Pashte Pelena, patriot shqiptar. 1919, vdiq Ismail Qemali, kryetari i parë i Shtetit të Pavarur Shqiptar. 1965, vdiq Winston Churchill, politikan dhe kryeministër britanik. 1989, vdiq Teddy Bundy, vrasës serial amerikan. 2006, vdiq Chris Penn, aktor filmi amerikan. 2017, vdiq Willie Cancey, studiues, biograf dhe diplomat shqiptar. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e arsimit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Alfred Hitchcock, i cili ka qenë një regjisor anglez. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alfred Joseph Hitchcock, 13 gusht 1899, 29 prill 1980, ishte një regjisor anglez. Ai konsiderohet gjerësisht si një nga figurat më me ndikim në historinë e kinemas. Në një karrierë që përfshin 6 dekada, ai drejtoi mbi 50 filma artistik, shumë prej të cilëve ende shihen edhe studiohen gjerësisht sot. I njohur si mjeshtri i suspense, ai u bë i njohur si çdo aktor i tij fal intervistave të tij të shumta, roleve të tij në pjesë më të madhe të filmave të tij dhe organizimit dhe prodhimit të antologjisë televizive Alfred Hitchcock Presents 1955-65. Filmat e tij mblodhën 46 nominime për çmimin Oscar, duke përfshirë 6 fitore. Megjithse ai nuk e fitoi kurrë çmimin për regjisori më të mirë, pavarësisht 5 nominimeve. Hitchcock fillimisht u trajnua si në punës teknik dhe shkrimtar i kopjeve përpara se të hynte në industrinë e filmit në vitin 1919, si dizajner i kartave të titullit. Debutimi i tij regjizorial ishte filmi pa zë britaniko-gjerman
dhe Pleasure Garden 1925, filmi i tij i parë i suksesshëm dhe Lodger, A Story of the London Fog 1927 ndihmoi në formosimin e zhanrit thriller dhe Blackmail 1929 ishte i pari folës britanik, thrilleret e tij dhe 39 Steps 1935 dhe Lady Vanishes 1938 renditen ndër filmat më të mëdhenj britanik të shekullit të 20. Deri në vitin 1939 ai pati njohje dhe producent ndërkombëtar David O. Selznick e bindi atë të transferohej në Hollywood, pasuan një varg filmash të suksesshëm, duke përfshirë Rebecca 1940, Korrespondenti huaj 1940, Suspense 1941, Shadow of Doubt 1943 dhe Notorious 1946. Rebecca fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë, me Hitchcock të nominuar si regjizori më i mirë. Ai u nominua gjithashtu për Varg Shpëtimi 1944 dhe Spellbound 1945. Pas një qetësie të shkurtër komerciale, ai u kthye për të formuar me Strangers on Train 1951 dhe Dial for Murder 1954. Më pas ai vazhdoi me regjinë e 4 filmave të renditur shpesh ndër më të mëdhenjt e të gjitha kohërave: Dritarja e pasme 1954, Vertigo 1958, Veriu nga veri perëndimi 1959 dhe Psycho 1960. I pari dhe i fundit prej tyre që i dha atij regjizori më i mirë. Nominimet: The Birds 1963 dhe Marnie 1964 ishin gjithashtu të suksesshëm dhe vlerësohen shumë nga historianët e filmit. Stili Hitchcock përfshin përdorimin e redaktimit dhe lëvizjes së kamerës për të imituar shikimin e personi, duke i kthyer kështu shikuesit në shikues dhe duke inkuadruar fotografi për të maksimizuar ankthin dhe frikën. Kritiku i filmit Robin Wood shkroi se kuptimi i një filmi të Hitchcockut është aty në metodën, në ecurinë nga xhirimi në xhirim. Një film i Hitchcockut është një organizëm me të tërën e nënkuptuar në çdo detaj dhe çdo detaj të lidhur me të tërën. Hitchcock bëri shumë filma me disa nga yjet më të mëdhenj në Hollywood, duke përfshirë 4 me Cary Grant në vitet 1940, në vitet 1940 dhe 1950, 3 me Ingrid Bergman në gjysmën e dytë të viteve 1940, 4 me James Stewart me një dekadë duke filluar në 1948 dhe 3 radhazi me Grace Kelly në mesin e viteve 1950. Hitchcock u bë shtetas amerikan në vitin 1955. Në vitin 2012, thrilleri psikologjik Hitchcock, Vertigo, me Stewart në rolin kryesor, zhvendosi qytetarin Kane të Orson Welles 1941 si filmin më të mirë të bërë ndonjëherë të Institutit Britanik të Filmit bazuar në sondazhin e tij mbar botëror. Me qindra kritik filmi, që nga viti 2021, 9 nga filmat e tij ishin përzgjedhur për të ruajtur në regjistrin kombëtar të filmit të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë të preferuarit e tij personal Shadow of Doubt 1943. Ai mori bursën BAFTA në 1971, çmimin Afterlife, Archivement në 1979. Të njëjtët kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për golfin. A e dini se si është zhvilluar golfi? Kur u shpi golfi? Lojrat e ngjashme me golfin që kërkon një top me shkop kanë ekzistuar të paktën që në shekullin e 13. Një shembull, holandezët krijuan një lojë shumë të ngjashme në shekullin e 13. Në sportin e hershëm holandez, personi që mund të godiste një top lëkure në objektiv me numrin më të vogël të goditjeve do të fitonte. Loja moderne e golfit është e ndryshme nga sportet e tjera me shkopin dhe topin për shkak të vrimës. Me këtë përkufizim, shpikjen e sportit mund t'i atribuojmë Skocisë në shekullin e 15. Golfi nuk u ngrit shpejt në fillim. Në fakt, ajo u ndalua disa herë në shekullin e 15. Mbreti James i dytë i Skocisë ndaloi golfin dhe lojrat e tjera, sepse mendonte se ato kishin një shpërqendrim nga gjuajtja me hark dhe servitet e tjera ushtarake. Fatmirësisht në 1502 mbreti James i IV publikoi traktatin e Glasgow, i cili hoqi kufizimet për të luajtur golf.
Në 1744 kompania e nderuar e golfistëve të Edimburgut botoi artikujt e ligjit për të luajtur në golf. Këto janë rregullat më të vjetra të regjistruara për golfin. Golfi kishte ende disa zhvillime për të bërë, kur klubi i golfit mbretëror dhe i lashtë u themelua në 1754, kur si i vjetër i St. Fife Scousey kishte vetëm 12 vrima. 10 vrima u luajtën dy herë brenda një raundi, duke bërë atë një raund me 22 vrima. Në 1764 në Royal Aniston Golf Club kombinoi 4 vrimat e para në fushën e vjetër për të krijuar një raund me 18 vrima, i cili tani është bërë standardi. Ndërsa golfi ekzistonte që në shekullin e 15, vetëm në shekullin e 18 filloi të përhapet jashtë Skocisë. Së pari ushtarët dhe emigrantët skocez përhapën lojën e golfit nëpër Britani. Më pas në shekullin e 19 golfi filloi të njihet ndërkombëtarisht. Fushat e para të golfit jashtë Britanisë u krijuan në Francë. Më 1787 klubi i golfit i Karolinës së Jugut u themelua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më pas më shumë se një shekull më vonë në 1894 u formua Shoqata e Golfit e Shteteve të Bashkuara. Deri në vitin 1880 golfi ishte përhapur në pjesën më të madhe të Europës, Australi, Zelandës së Re, Kanada, Singaporit dhe Amerikës së Jugut. Në maj të 1921 11 lojtarë amerikanë u ftuan në King's Course of Greenlands për të konkurruar me lojtarët britanik në kampionatin e hapur. Skuadra e Britanisë së Madhe mundi ekipin amerikan në ndeshje me rezultati 9-3. Në 1926 Samuel Ryder mori pjesë në ndeshjen e dytë të zyrtare midis Britanisë së Madhe dhe SBA-s në Wentworth. Skuadra britanike fitoi 13-1. Samuel Ryder ishte i vendosur të vazhdonte gratë e golfit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe dhe dhuroi një trofe për kupën e parë Ryder në 1927. Kupa Ryder tani është një turne traditor midis SBA-s dhe Europës, vazhdoi që atëherë për çdo 2 vite. Të dhënat tregojnë se gratë kanë luajtur golf nga shekulli i 16. Gratë jo vetëm kanë marrë pjesë në golf, por kanë luajtur një rol kyç në zhvillimin e sportit. Sid Miller ishte një lojtar e golfi kryesore në vitin 1893 dhe shpiku sistemin e parë të pengimit të golfit. Kjo shpikje barazoi fushën e lojës për lojtarët me më pak përvojë, në mënyrë që ata të mund të praktikonin dhe të konkurronin së bashku me ata me më shumë përvojë. Në 1917 u formua Komiteti i Turneut të Grave i Shoqatës së Golfit të Shteteve të Bashkuara. Më pas në 1946 u mbajti i pari US Women Open në Spokane Country Club në Seattle të Washingtonit. Shoqata profesionale e zonjave të golfit LPGA u formua menjëherë në vitin 1950. Në vitin 1990 burrat e gra garuan kokë më kokë për herë të parë në Invitational Pro-Am në Pebble Beach. Julie Inkster, një konkurrent e femër, i bëri gratë kudo krenare kur fitoi me një goditje. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të sallatës jeshile. Sallata jeshile është një produkt mjaft i shëndetshëm dhe me çmim shumë të arsyeshëm. Ajo përmban 90% ujë. Fletët me ngjyrë të errët janë të pasura me folate dhe përmbajnë mjaft beta-karoten, vitaminë C dhe kalium. Sallata jeshile është një burim i mirë i klorofilit dhe vitaminës K. Është e pasur me kripra minerale, me element alkain që dominojnë në masë të madhe. Kështu, ju ndihmojnë për të mbajtur gjakun të pastër. Është e pasur me lutein dhe beta-karoten. Sallata e gjelbër me gjethe po ashtu furnizon me vitamina C dhe K, kalium, fibra, folate dhe hekur. Vitamina K i jepen meritat që ndihmon tek mpiksja e gjakut. Sallata e gjelbër po ashtu përfshin nutrientët e tjerë si vitamina A dhe B6, acidin folik, likopenin, kaliumin dhe xanthinën. Parandalon kancerin. Sipas American Center Institute, ushqimet e pasura me vitamin A dhe C mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit. Dhe sallata, duke përmbajtur këto dy vitamina me bollëk, sigurisht që mund të merret si ushqim antikancerogen. Lufton pazhumsinë. Besohet që konsumimi i sallatës së gjelbër mund t'ju ndihmojë për të ndalur pazhumsinë, pasi përmban substanca që nxit gjumin. Shtatzania. Acidi folik i pranishëm në sallatën jeshile ndihmon të parandalohet anemia megaglobiste gjatë shtatzanisë. Sallata e gjelbër e pasur me acid folik ndihmon në parandalimin e defekteve të lindjes, si ato nervore, në fazat fillestare të shtatzanisë. Parandalon anemin. Sallata jeshile përmban acid folik dhe vitamin B12, dy element që po të bënë së bashku formojnë dhe japin hekurin, i cili është i domosdoshëm në prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut.
Në momentin që konsumoni sallatë, ju merrni sasi të larta të këtyre elementeve, të cilët së bashku me sasinë e hekurit që merrni prej produkteve të tjera ushqimore, ndihmojnë në parandalimin e anemisë. Mëlçia. Sallata jeshile besohet që kontribon për shëndetin më të mirë të mëlçisë. Mbi pesha. Ajo është shumë e mirë për ata që janë në dietë, sepse ka shumë pak kalori, mesatarisht vetëm 10 deri 50 për çdo vakt. Semra. Sallata e gjelbër është përplot me beta-karoten, i cili është një luftëtar i njohur i sëmundjeve të tilla si katarakti, sëmundja e zemrës, sulmi në tru dhe kanceri. Rigjeneron indet. Sallata e jeshile është e pastrur me magnez. Ky element ka një rol të rëndësishëm në rigjenerimin e indeve, nervave, trurit dhe muskujve. Tretja. Sallata e jeshile është një luftëtare shumë e mirë e kapslëkut. Është përplot me fibra dietike që ndihmojnë zorët të lëvizin më lirshëm. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar për ditën. Territori shqiptar për datën 24 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira dhe reshje të dobëta shiu kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me intervale me reshje shiu në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 24 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu kryesisht në pjesën perëndimore dhe jugore të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 0 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 7 gradë Celsius.
Prishtinë, 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, -1 deri në 9 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 1 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ftë të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizionit dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si në websajtin ton drita.tv.